5 shenjat e horoskopit do të kenë muajin tetor 2025 më të favorshëm se të tjerat. Muaji nis me një energji të fortë, ndërsa Merkuri hyn në Akrep më 6 tetor, duke transformuar mënyrën se si komunikojmë. Bisedat do të jenë më serioze dhe të thella, larg lojës dhe lehtësisë që solli Merkuri në Peshore. E hëna e plot në dash, gjithashtu më 6 tetor, do të na jap mundësinë të fillojmë një udhëtim të ri drejt vetë zbulimit. Pas ndikimit të tranzitit të Saturnit në dashi, është koha të rimarrim fuqinë dhe të gjejmë dashurinë radikale brenda vetes. Më 13 tetor, Venusi hyn në Peshore, duke fuqizuar lidhjet dhe partneritetet tona. Kjo periudhë është perfekte për socializim dhe dashuri. Sidomos me Plutonin në Ujor që kthehet në lëvizje të drejtpërdrejtë të njëjtën ditë. Hëna e re në Peshore më 21 tetor na përgatit të punojmë mbi përgjegjësinë dhe rritjen personale, duke na mësuar si të jemi më të disiplinuar. Stina e Akrepit fillon më 22 tetor, ndërsa Merkuri hyn në Shigjetar më 29 tetor, duke na kujtuar rëndësinë e vlerësimit të miqësive tona. Këto 5 shenja do të përjetojnë një tetor të bukur, ku do të kenë mundësinë të shërojnë marrëdhëniet, të ndërtojnë besim dhe të rimarrin fuqinë e tyre personale. Peshorja, tetori nis me diellin në shenjën tënde, duke sjellë një aventurë të re dhe emocionuese. Stina e peshoreve është gjithmonë magjike, veçanërisht pas periudhës së eklipses që sapo kaluam. Më 6 tetor, Merkuri hyn në Akrep, duke përmirësuar komunikimin me partnerët, qoftë në dashuri, qoftë në punë. Nëse ke burime të përbashkëta, kjo do të jetë një temë e rëndësishme për diskutim për javët në vijim. Në të njëjtën ditë, e hëna e plot hyn në dash, duke të treguar elementet që duhet të forcosh për të pasur marrëdhënie të shëndetshme, veçanërisht pas tranzitit të Saturnit në dash. Trego kujdes dhe mëshirë për njerëzit që të rrethojnë. Më 13 tetor, Venusi hyn në shenjën tënde, duke sjellë gëzim dhe kënaqësi, ndërsa aspekti me Plutonin mund të japë perspektiva të reja për marrëdhëniet dhe mënyrën se si sheh veten. Venusi ndihmon në ndërtimin e vetbesimit dhe të kujton që një marrëdhënie nuk e përcakton atë që je ti. Më 21 tetor, hëna e re në shenjën tënde të mundson të planifikosh udhëtimin tënd drejt ekselencës. Vendos përpjekje, mbaj energjinë nën kontroll dhe kërko ndihmë kur të nevojitet. Kur dielli hyn në Akrep më 22 tetor, reflekto mbi transformimin që ke bërë gjatë 2 muajve të fundit. Tetori të tregon se si mund të lulëzosh pas një stuhie. Apliko mjetet dhe mësimet që ke fituar. Dhe do të habitesh nga vetja. Shigjetari, tetori nis me një energji sfiduese, por të dobishme për ty më 6 tetor, Merkuri hyn në Akrep duke të ndihmuar të jesh më i durueshëm me fjalët dhe të shmangësh të qenit i nxituar në komunikim me të tjerët. Në të njëjtën ditë, e hëna e plot hyn në dash dhe ndriçon sektorin tënd të marrëdhënieve, duke të treguar se është koha të lësh pas të kaluarën dhe të përqendrohesh në të tashmen. Dashuria mund të lëndoj, por kjo nuk do të thotë që duhet të mbyllësh zemrën tënde ndaj të tjerëve. Saturni në dash do të vazhdojë të mësojë rëndësinë e vendosjes së kufive, dhe kjo është gjithashtu një mësim që e thekson edhe hëna e plot. Kujdesi për vetveten dhe mbrojtja e hapësirës personale do të jenë çelësi për të ndërtuar marrëdhënie më të forta dhe më të shëndetshme. Më 13 tetor, Venusi hyn në Peshore, duke të inkurajuar të nisësh një kërkim të ri për miqësi dhe lidhje të reja në javët e ardhshme. Është një periudhë për të zgjeruar rrethin tënd social dhe për të ndjerë kënaqësinë e shoqërisë. Më 21 tetor, hëna e re në Peshore rikhthen mesazhet e miqësive nga e kaluara dhe e tashmja. Ky është një tranzicion emocional që të lejon të kuptosh se si lidhjet e tua kanë formuar personalitetin dhe jetën tënde, por gjithashtu të tregojnë se çfarë lloj njerëzish dëshiron pranë vetes. Kur dielli hyn në Akrep më 22 tetor, do të ndjesh nevojën për pushim dhe rifreskim. Kjo është një kohë për t'u lidhur me vetveten, për t'u rikuperuar dhe për t'u përqendruar në energjitë që të forcojnë brenda. Më 29 tetor, Merkuri hyn në shenjën tënde, duke të inkurajuar të zhvillosh aftësitë e tua dhe të fokusohesh në projekte të veçanta që mund të përmirësojnë të ardhmen tënde. Ky është momenti për të reflektuar mbi planet e tua dhe për të marrë iniciativën me besim.
Ujori, tetori fillon për ty me një energji premtuese dhe mundësi të reja. Më 6 tetor, Merkuri hyn në Akrep, i cili sjell një qetësi në komunikim dhe të ndihmon të shprehësh idetë dhe planet e tua me siguri. Në të njëjtën ditë, Hëna e plot hyn në Dash, duke ndriçuar përpjekjet që ke bërë për të vendosur vendin tënd në diell. Ky mund të jetë një moment kur mentorët, mësuesit ose udhëheqësit e tu vlerësojnë punën dhe përkushtimin tënd. Energjia e Peshores sjell mundësi sociale emocionuese. Mund të jetë koha ideale për të u bashkuar me një grup, klub ose të marrësh pjesë në një kurs të ri për të takuar njerëz të rinj. Për ata që janë beqar, kjo periudhë mund të sjellë takime të këndshme me persona që ndajnë qëllimet dhe vlerat e tua. Më 13 tetor, Plutoni kthehet drejt, duke të dhënë mundësinë të rishikosh çfarë duhet të ndryshosh ose çfarë zakone të pashëndetshme duhet të lësh pas përpara. Kjo është një kohë për të reflektuar mbi hapat e mëparshëm dhe për të riorganizuar strategjitë e tua. Hëna e re në Peshore më 21 tetor është një periudhë ideale për t'i dhënë prioritet qëllimeve akademike ose projekteve të reja që kërkojnë njohuri dhe fokus. Nëse ke dëshirë të rifillosh shkollën ose të nisësh një kapitull të ri në edukimin tënd, ky transit të mbështet për t'u përgatitur dhe për të marrë iniciativën. Mos e shtyj punën për më vonë. Më 22 tetor, Dielli hyn në Akrep duke të ndihmuar të tregosh aftësitë e tua udhëheqëse dhe të vendosësh autoritetin tënd në mënyrë të qetë dhe bindëse. Më 29 tetor, Merkuri hyn në Shigjetar, duke ndezur pasionin për qëllimet dhe ëndrat e tua. Me Plutonin drejt, mund të ndihesh i fuqizuar për të nisur plane të reja ose për të përmirësuar ato ekzistuese. Tetori është një muaj që të jep mundësi të shfaqësh fuqinë, mençurinë dhe vizionin tënd, duke ndërtuar themele të forta për të ardhmen. Akrepi, tetori fillon për ty me një energji të fuqishme dhe transformuese. Më 6 tetor, Merkuri hyn në shenjën tënde në të njëjtën ditë kur Hëna e plot hyn në Dash, duke ndezur një energji marsiane që të kujton armaturën që mban brenda vetes. Këto tranzite mund të jenë emocionalisht intensive, ndaj mund të jetë e dobishme të kanalizosh këtë energji drejt aktiviteteve që të sjellin kënaqësi dhe përmbushje. Më 13 tetor, Venusi hyn në Peshore, duke rritur aftësitë e tua të hulumtimit dhe produktivitetin në përgjithësi. Kjo është një periudhë ku mund të organizosh më mirë detyrat dhe të përqendrohesh në thelbësore. Energjia e Peshores të mëson se si të balancosh shumë gjëra njëherësh dhe si të japësh prioritet asaj që ka rëndësi. Në të njëjtën ditë, Plutoni kthehet drejt, duke ndikuar drejt për drejt në shenjën tënde. Fillimisht, energjia e Plutonit mund të kishte dukur sfiduese, por tani je mësuar me transformimet që të presin. Ky transit së bashku me Venusin ndriçon arritjet dhe sukseset e tua gjatë 6 muajve të fundit. Mos haro të vlerësosh përpjekjet e tua dhe mos u shqetëso shumë për ato që ende nuk ke arritur. Më 22 tetor, Dielli hyn në shenjën tënde, duke sjellë një energji të bukur që nxjerr në pa dhuntit dhe talentet e tua. Ky moment mund të sjellë një val paqeje dhe qetësie, veçanërisht në marrëdhënie. Përdor këtë kohë për të përforcuar lidhjet e tua më të rëndësishme dhe për të shfaqur mençurinë e brendshme. Muaji mbyllet më 29 tetor, kur Merkuri hyn në Shigjetar, duke nxitur rritje personale dhe mësim të ri. Ky tranzit të ndihmon të kuptosh se çfarë duhet të bësh për të qenë më i pranishëm dhe i sigurt me financat e tua, si dhe për të përmirësuar aftësitë e tua të komunikimit dhe organizimit. Tetori për ju është një muaj i fuqishëm dhe transformues, i mbushur me mundësi për të reflektuar, për të vlerësuar arritjet dhe për të ndërtuar baza të forta për zhvillime të reja. Binjakët, tetori fillon me energji të forta dhe të fuqishme që prekin marrëdhëniet dhe komunikimin tënd. Më 6 tetor, Merkuri hyn në Akrep, ndërsa Hëna e plot hyn në Dash. Këto tranzite të nxjerrin në pa mijësitë ekzistuese dhe të nxisin të eksplorosh lidhjet e tua më thellë. Ky është një moment i mirë për të reflektuar mbi ndryshimet që duhet të bësh për të ecur përpara, pasi Hëna e plot në Dash rikujton mësimet nga tranziti i Saturnit këtë verë. Më 13 tetor, Plutoni kthehet drejt, ndërsa Venusi hyn në Pesore.
Ky bashkëveprim midis Plutonit dhe Venusit ka një magji të veçantë që mund të përmirësojë komunikimin tënd me të tjerët gjatë javëve të ardhshme. Ky është një moment për të krijuar lidhje më të thella dhe për të ndërtuar ura të reja miqësore ose profesionale. Më 21 tetor, hëna e re në pesore nxjerr në pa pavarësinë, fuqinë dhe aftësitë udhëheqëse të tua. Edhe pse kjo energji mund të sjellë kujtime romantike nga e kaluara, është gjithashtu një kohë e shkëlqyer për të eksploruar projektet kreative. Stina e pesores të furnizon me ide fantastike dhe ëndra të mëdha, ndaj lëviz përpara pa lejuar kritikët e brendshëm të ndalojnë. Dielli hyn në Akrep më 22 tetor, duke të dhuruar një energji triumfale dhe të fuqishme. Ky është momenti për të marrë iniciativën dhe për të mos zbehur dritën tënde. Energjia e Shkorpionit të bën të përkushtuar, të durueshëm dhe të pamposhtur. Muaji mbyllet më 29 tetor, kur Merkuri hyn në Shigjetar. Ky tranzit sjell njohuri të reja dhe një kuptim më të thellë të mënyrës si ndërveprosh dhe rrjedzohesh. Prano ndihmën e të tjerëve dhe vëre sa më shumë mund të arrish duke punuar bashkë dhe duke marrë kontrollin e historisë tënde. Tetori për binjakët është një muaj i mbushur me reflektim mbi marrëdhëniet, mundësi për rritje personale dhe kreative, dhe fuqinë për të marrë drejtimin e jetës tënde me vetbesim.